Në kohën kur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është dhënë alarmi për përhapjen e virusit të gripit H3N2 me pasojë vdekjeprurse, Instituti i Shëndetit Publik dhe institucionet shëndetësore deklarojnë se situata në Shqipëri është e qetë. Drejtori i Institutit të Shëndetit Publik, Enver Roshi, i thotë se janë ekzaminuar një sër monstrash nga ku rezulton se virusi i gripit nuk ka prekur ende vendin tonë. Situata në vend po monitorohet, ndërkohë që ISHP po ndjek me vëmendje situatën epidemiologjike në vendet e rajonit. Kësaj periudhe kemi pasur 4 raste të moshës pediatrike me insuficiencë respiratore të rënd që nuk rezulton për grip. Dhe gjithashtu, në bazë të ekzaminimit të një sër mostrash nga Tirana, Durrës si Vlora, nuk kemi izoluar akoma virusin e gripit në vend që tregon se kemi qarkullim të ulët të këtij virusi. Në gjitha mostrat rezulton negativ pra. Ma nuk kemi të dëshmuara me laboratoret tona, laboratoret cilat janë të certifikuara dhe nga Ministria e Shëndetësisë për natyrën e virusit që qarkullon. Mostrat janë negative. Të dhënat e ISHP-s tregojnë se numri i infeksioneve respiratore është më i ulët krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar. Roshi bën të ditur se qarkullimi i viruseve të gripit në vendin tonë pritet të rritet në fund të janarit, rritje kjo që vazhdon deri në muajin mars. ISHP u bën thirrje mjekëve që të mos neglizhojnë marrjen e monstrave dhe raportimin e të gjitha rasteve të dyshuara, sidomos ato të rënda. Ministria e Shëndetësisë ka shpërndar prej një muaji një urdhëresë veçantë, e cila është dhe në website-in e Ministrisë së Shëndetësisë, në faqen e saj, por nëpërmjet trajnimeve që ka bërë Instituti Publik me gjithë epidemiologët e rrethave, një urdhëresë veçantë për mënyrën e trajtimit të rasteve që paraqiten me grip apo me këto influenza stinore siç themi neve. Pra drejtohen kemi familjes, marrin mjekim. Institucionet shtetërore bëjnë apel për kryerjen e vaksinës së gripit, e cila prej disa muajsh qarkullon në treg. Vaksinimi duhet kryhet nga grupet më vulnerabël ndaj gripit, siç janë fëmijët deri në 5 vjeç, mosha e 3 dhe personat me sëmundje kronike.